Sot Partia Socialiste deklaroi se nuk është pjesë e reformës në drejtësi, por u bë pjesë e reformës së sajt, e cila reformë u normua sot. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Partia Socialiste dhe Edi Rama hoqi dorë nga pretendimet të mëparshme që drejtësia është në funksion të SPAK-ut dhe ne nuk mund të ndërhyjmë në punët e brendshme të SPAK-ut. Sot, me mosdhënien e autorizimit nga grupi parlamentar socialist, është treguesi i qartë që Partia Socialiste dhe zoti Rama po bën një model të ri që është përtej asaj që themi gjithmonë që reforma në drejtësi ishte reforma e shumëpritur nga qytetarët e thjeshtë. Sot u vullos zyrtarisht moskoherenca e zotit Rama me qëndrimet e tij publike nga 2022 në tetor të 2025 dhe në janar shkurt të 2026 shikojmë që zoti Rama ka ndryshuar totalisht qasjen e tij me drejtësinë që ai vetë ka normuar. E mbani mend zotin Rama që thoshte përgjegjësia është individuale, jo institucionale, jo partijake. Sot e vërteta është që po, përgjegjësia është edhe individuale, edhe personale, po edhe partijake, po edhe institucionale. Vetë zoti Rama ka thënë që një drejtësi e cila është e pavarur nuk duhet të ndikohet, por kjo thjesht ka qenë një deklarim i tij sa për të thënë që shiko, ne duhet të kënaqemi për drejtësinë që ka bërë zoti Dumani në 2022 deri në 2025, sepse pikërisht armik politik të zotit Rama dhe Partisë Socialiste sot janë përpara asaj që ne themi drejtësisë supozuar të pavarur, por të porositur nga Partia Socialiste, që zoti Meta dhe zoti Berisha janë në telashet me drejtësinë e normuar vetë nga Partia Socialiste. Po ashtu, sot u provua dhe një fakt tjetër që kërkon një analizë të thelluar. Çfarë? Zoti Brau sot u refuzua nga shumica parlamentare në krahasim me zotin Dumani, kur me rastin e zotit Ahmetajt, Partia Socialiste dhe zoti Rama dhan okejn dhe dakordsinë që të bëhet ajo që ne themi arresti ndaj zotit Ahmetaj. Sot zoti Brau është goditur jo vetëm nga grupi parlamentar socialist, por edhe nga veprimi i nxituar i zotit Dumani, se para se të ikte nga drejtimi i SPAK-ut, i vendosi zotit Brau një kërkesë për pa dëshirën e tij. Pra, një kërkesë që ai nuk e kishte ndërmend për shkak se ende nuk ishte zgjedhur kryetari i SPAK-ut. Pra, sot zotin Brau e goditën dy faktorë. Faktori i brendshëm zoti Dumani dhe faktori i jashtëm grupi parlamentar socialist. Por te faktori i brendshëm, zoti Brau merr këtë goditje për një arsye të thjeshtë, që në gjithë mediat televizive, në të gjithë analizat e emisioneve të darkës, do të shikoni që zoti Brau do ketë një goditje të fortë. Pra, shumë analistë do ta vendosin atë si një person i cili me vajtjen e parë dështoi për të marrë te zoti Rama njerëzit e tij. Por ju mos harroni një fakt konkret, që njerëzit e zotit Rama që mori zoti Dumani ishin nga porosia e zotit Rama, që zoti Dumani duhet të dukte i fortë që merrte njerëzit edhe të zotit Rama, përveç se mori edhe ato që ne themi opozitarët. Prandaj, lufta nuk do jetë më midis PS-s dhe SPAK-ut, por tani e tutje do të shikojmë luftën midis SPAK-ut dhe PS-s dhe institucioneve shtetërore, se si një institucion do godasi tjetrin për shkak të marrëveshjes dhe mosmarrëveshjes në raste të ndryshme. Po ashtu, ju do të shikoni gjatë gjithë kësaj periudhe se si zoti Brau do të marrë një iniciativë për të treguar forcën e tij për shkak të dështimit në komisionin e mandateve.
Duhet ju themi atë që duhet në të vërtet kuptoni. Çfarë? Që sot Partia Socialiste në mënyrë të njëanshëm hoqi dorë nga drejtësia e sajt. Hoqi dorë nga drejtësia që vetë ka deklaruar që duhet të jetë e pavarur e paanshme me thënjza, por gjithmonë ndikuar që çdo gjë të bëhet në fushën e kundërshtarit, si të opozitës ashtu dhe të pozitës, por mos të preket kur obori qeveritar. Prandaj, Zoti Rama nuk është se fitoi betejën, por ka fituar shumë kohë akoma për të parë se si do të përcjellë zonjën Balluku. Por zonja Balluku te lashet me drejtësinë do vazhdoj, por ajo që mbetet tani e tutje është tregues që sot Partia Socialiste dëshmoi që reforma në drejtësi nuk është një reformë e pavarur dhe e paanshme dhe nuk ishte ajo koherenca e famshme Zotit Rama që Partia Socialiste do mbështes SPAK-un sepse SPAK-u është drejtësia. Po jo, ajo që sot ne pam ishte që pikrisht edhe me drejtësinë e Partisë Socialiste, Partia Socialiste nuk është në koherencë me veten e saj. Në fund fare, të gjithë duhet të kuptojmë se Zoti Rama ka keq përdorur drejtësinë për të favorizuar veten e tij në 11 maj. Në asnjë vend të botës nuk ndodh që me kaq shumë korrupsion, me kaq shumë arrestime, me kaq shumë goditje të drejtësisë, një parti parlamentare të marrë 83 mandate. Vetëm në Shqipëri ndodh dhe ky është, do thosha, modeli unik, që një parti parlamentare merr pothuajse më shumë se gjysmën dërmuese të përbërjes së parlamentit. Në fund, dua të them që lufta midis qeverisë dhe SPAK-ut do jetë një luftë e cila do të kërkojë gjithmonë vëmendjen politike, për shkak se në çdo moment Zoti Rama mund të bëjë një ndryshim brenda SPAK-ut, por sigurisht do nevojitet edhe vota e Partisë Demokratike. Prandaj, duhet të shtojmë vëmendjen tonë maksimale ndaj çdo lëvizje të çdo faktorit politik, por jo vetëm në muajin mars. Muaji mars do jetë muaj i shpërthimit, muaj i reagimit dhe muaj do thoja edhe pse jo dhe një ahmarrje. Po ku do të jetë ahmarrje dhe ku do të përqendrohet betet për të parë. Por sigurisht duhet të sqarojmë se po, sot reforma në drejtësi në mënyrë të menjëanshme është dëmtuar, është do thosha edhe goditur nga vetë Partia Socialiste.